Mateu 11, vargjet 28 deri në 30. Ky është një nga pasazhet sfiduese të paktën për mua, sepse gjithmonë neve e gjejmë veten duke u menduar se çfarë thonë të tjerë, se çfarë do gjykojnë të tjerë, se çfarë mendojnë të tjerët për mua. Ndërkohë që neve shumë pak shqetësohemi, ose as pak, se çfarë mendon Jezusi, se çfarë mendon Perëndia. E në këtë pasazh Jezusi na i thret njerëzit, paktën në atë kohë dhe neve sot, thot ejani tek unë ju të mundu. Është një lloj ftese, por një ftesë që ka qenë gjithë kohës aty, për nëse kemi di. Nuk e di, mund të ketë ndodhur që mund keni me këto ftesat e dasmës që kanë dalë tani për shembull që sillin ftesën dhe thot konfirmoni, ëh? Se tani është goxha e rëndësishme, sepse nëse ti e le kështu me modyshje, ai i zoti dasmës pra është i detyruar që të paguajë edhe për ty. Edhe nëse ti nuk shkon, është shpenzim. Nuk e di, ka ndodhur që mund ta keni lënë për minutën e fundit? Zoti në fakt na ka sjell një ftesë edhe thot çfarë do bësh? Do të pranosh? Do të vish tek unë? Jezusi ndërsa po shpjegonte e i mësonte turmat njerëzve për Perëndin, për dashurinë e Zotit, për sakrificën që Perëndia do bante dhe kishte, sepse Jezusi nuk ishte kryqëzuar akoma. Njerëzit ishin të shqetësuar se çfarë mendonin të tjerë. Njerëzit ishin të shqetësuar se çfarë mendonin të tjerë, se çfarë do të thonin të tjerë. Edhe në atë kohë, në fakt, nëse mbani mend edhe nga mësimet e mëparshme, neve u ndalëm tek ato mësime që kishin të bënin me lebrozë. Lebrozët largoheshin nga qyteti, nga vendi i banimit, ishin si thua, të internuar, të karantinuar jashtë qytetit, nuk u lejohej sepse ata mendonin që ishte një sëmundje ngjitse, edhe të tjerët do të smureshin. Po çfarë ndodh? Dhe Jezusi kur i shëroi, tha shkoni tek prifti që ai të kontrolloj që je i pastruar. Dhe mbas kësaj do mund të lejoj ose do t'japi fletën që ti të hysh brenda në komunitetin, tek njerëzit ku banoj, edhe aq më tepër edhe në familjen tënde. Pra njerëzit ishin aq shumë të shqetësuar për pamjen e tyre të jashtme, se sa bukur do të dukeshin përpara të tjerëve, edhe shumë pak ose as pak i kushtonin vëmendje pjesës së tyre shpirtërore, gjendjes përbrendshme, si ndiheshin ata në shpirt. Nuk ka ndodhur shpesh herë që mund të keni qenë përpara një situate që keni qenë i detyruar ose e detyruar të silleni mirë, të buzëqeshni atëherë kur nuk është je i sforcuar, pra nuk je vetvetja. Shpesh herë ti e imponon veten tënde, ato emocionet e tua, atë, si thua, ashtu si ndihesh ti me të vërtet, ti nuk e thu. Shumë njerëz ndodhen pakën burrat, ndodhen përpara një dileme. Kur gruaja i pyet për veshjen, si duket? A është e bukur? Po ky fustani, më shkon? Më rri mirë? Është pyetje me spec. Sepse nëse ti do tregohesh 100% i vërtet, dhe i sinqert, mund ta gjesh veten në bela, në telashe. Unë sa herë që Vociana më pyet edhe i them po të shkon, rri mirë, okay.
Po nëse unë i them nuk shkon, nuk të rri mirë, nuk pëlqen, ti pati s'merr vesh, ti s'di ku merr vesh ti nga këto gjëra. Me kalimin e kohës neve mësojmë se si të përgjigjemi. Juve na thoni se si të përgjigjemi edhe ne mësojmë. Në fakt, Perëndia është aq shumë i kujdesshëm me ne, edhe aq shumë i duruar me ne, sa jo vetëm që na fton që ne të shkojmë tek Perëndia, por në të njëjtën kohë na ndihmon që të kuptojmë që si t'i përgjigjemi kësaj ftesë. Nuk e di në këto besimet e tjera, njoh shumë pak ortodoksit dhe në fakt dikush ma tha tani para 2 ditësh ishin përkatër, tha kanë qenë në Greqi tha. Dhe ai masa kam gabim, por kjo është gojdan për mua. Prifti thoshte mos e dysho, por vetëm beso. Edhe lere vetëm e aq, mos e gërmo. Domethënë mos kërko, mos e provoj që mos kërkosh ta provosh që është e vërtet apo jo. Dhe në fakt kjo nuk është biblike. Të paktën Biblën që neve kemi në dorë, Bibla na fton që ne ta kërkojmë, ta ekzaminojmë fjalën e Perëndis, ta provojmë që ajo është e vërtet. Ne kemi tek veprat e apostujve kishim berjanët, ata kur shkuan që ti mësonin fjalën e Perëndis, ata e morën, e ekzaminuan dhe e testuan dhe provuan që ishte fjala e Perëndis, se ishte e vërtet. Pra, Perëndia jo vetëm që na mëson, na fton, por gjithashtu na fton në një farë mënyrë na vende në një lloj sfide, le të themi. Okej, nëse ti je dyshues, nëse ti je mosbesues, provoj, testoj. Tani kanë dalë edhe si të themi edhe nga ana biznesit, kjo është një gjë e mirë ku bizneset të ndryshme kur duan të shesin një produkt të thonë merre, provoje 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, edhe nëse ty nuk të pëlqen, ti mund ta kthesh dhe jemi në rregull, nuk do paguash asnjë gjë. Paktën nëse ti do të marrësh një antivirus në kompjuter, ata të japin 1 muaj deri në 3 muaj. Ka qenë 3 muaj, tani e kanë bërë 1 muaj. Që ti ta provosh produktin që ata kanë. A është i mirë, a ta ruan kompjuterin, a i bllokon viruset që të hyjnë. Edhe nëse ti e provon këtë gjë dhe të pëlqen, ti mund vendosësh dhe ta blesh, mund vendosësh ta heqësh. Për shembull, unë e përdor 1 muaj ose 3 muaj, pastaj them s'kam lekë që ta blej, e lë me kaq. Ndaj dhe Perëndia na fton që ne të provojmë fjalën e Perëndis, që ajo është e vërtetë. Neve si të krishterë e kemi këtë lloj, si thua, përgjegjësie, që njerëzit e tjerë kur neve i ftojmë që të dëgjojnë për fjalën e Perëndis, ata të shikojnë tek ne që ne po jetojmë atë çfarë besojmë. Edhe ndërsa Jezusi i bën këtë ftesë tek vargu 28 njerëzve të atëhershëm edhe njerëzve sot, e janë tek unë o gjithë të munduar dhe të rënduar dhe unë do t'ju shloj. Çfarë po përpiqet Jezusi të thotë? Apo keti një thes 50 kg kurriz edhe Jezusi po thotë deri ta maj unë edhe hajde ecën rrugës ti do ecësh duke me durr në xhepa, edhe do ta maj unë atë thesin? Apo po thotë për atë anën shpirtërore? Në fakt është ana shpirtërore ajo që është goxha e rëndësishme këtu. Të gjithë ajo barë, ai shqetësim që ti e mbart mbi veten tënde, nëse ti ja jep Perëndis, Perëndia do ta marrë këtë barë. Edhe nga ana psikologjike, nëse ti do të shkoje tek një psikolog, të paktën unë nuk i se kam në një diplomë ose certifikat nga psikologjia, po thjesht nga ato çfarë kam lexuar, një nga rekomandimet që psikologët e japin është nëse ti ke diçka
një shqetësim që e kenë mendjet tënde që të lodh kapën, të mërzit, edhe shpesh herë ti sa herë që e kujton ata gjë ti acarohesh, ti bëhesh keq, ata të rekomandojnë që të flasësh me dikë. Zakonisht psikologët marrin lekët edhe thonë, mirë, fol me ne, fol me mu, më trego, çfarë të shqetëson, çfarë të mundon. Edhe duke bërë këtë gjë ti e shikon me një këmbë vështrim tjetër. Shpesh herë kur mendimet ti ke në kokë, ato nuk tingëllojnë aq bukur kur i thua me zot lart. Apo jo. Edhe kur ti i thua, atëherë ti po i shikon me një këmbë vështrim tjetër, po i dëgjon me veshin tënd, sepse i ke në kokë, po kur i thua, ti dhe po i dëgjon. Perëndia pikërisht të gjëna thot. E janë i tek unë, derdhin i tek unë këto mendi. Një nga sugjerimet ose këshillat që predikuesit ose dhe mësuesit e fjalës kanë thënë gjithmonë, edhe unë mundohem ta jap tek këshill, më duket efikase kam bërë dhe vet. Shko tek Perëndia dhe lutu, nëse ti ke durim akoma më shumë, shkruaj këto shqetësime të tua në një flet, në një fletore, diçka. Ato që ti ke i ke aq shqetësuese, shkruaj aty. Edhe ti kur i ke shkruajtur aty ato gjëra ti i shikon me një sy tjetër. Nuk duken, ka raste që duken dhe më të lehta nga që ti ke pasur në kokë. E shpesh herë si puna e asaj batutës ose si një akt humoristik që Cekja bante gjithkohës, e kemi parë dhe në televizor. Cekja edhe e tregon gjithmonë, gjatë isha rrugës ta u prish makina dhe ata e bëjnë si akt, domethënë u prish makina natën. Edhe duke ecur u çpu goma dhe aty ishte përballë një shtëpi, edhe ndaloi aty dhe tha, tani tha do shkoj ta bezdis të zotin e shtëpisë që të ndihmoj me një krik. Dhe ai do më thotë tha, këtë lloj bisede ai po e bënte kokën e vet, edhe ai do më thotë, kush e di që më zgjona gjumin në këtë orë natës dhe unë do t'i kërkoj falje, thënë, se po e zgjoj në mesnatë. Po e bante të dyja aktet, edhe me pastaj shiko, më fal, po më duhet një krik. Edhe ai do acarohet akoma më shumë edhe unë përsëri do t'i them, të lutem më fal, më ndihmo me një krik sa përkulloj makinën, andej këtej. Edhe këtë bisedë po e bën në kokën e vet derisa arriti tek dera për të trokitur, edhe te dera në kokën e vet biseda u bë zjarr. Edhe trokiti te dera edhe i tha, kam bëfsha mund krik. Sepse në mendjen e tij ai po zihesh. Ishte shumë acaruar sa tha, unë po e hapa derën, ai do më shtyj, unë edhe unë i thash të bëfsha më krik. Pa e sqaruar, pa i treguar bisedën tënde se çfarë ose jetën tënde ose problemin tënd se çfarë po ndodh, ti nuk mund të fajsosh dikë. Neve shpesh herë mund të themi, ja Plodi nuk ndihmoi, ja ky nuk na ndihmoi. Po, a ja kemi thënë neve si shqetësim, si problem aty? Jo. Po mirë, pse nuk shikone? Po shikoj, po unë nuk e di se çfarë ti ke në mendje, se çfarë të shqetëson ty. I kërkon Zotit, i kërkon Perëndis ndihmë. Zoti do ta siguroj. Edhe ne duhet i kërkojmë njëri tjetrit në mënyrë pastaj edhe mund zemrohet. Por ama duhet kërkoj. Dhe Perëndia na mëson, trokit, këmbgul dhe do të hapet. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë se jam zemërkut dhe i përulur nga zemra dhe do të gjeni çlodhje. Perëndia thot, merrni mbi vete zgjedhjen time. Juve zgjedhja juaj ju duket e rëndë, sepse barra e mëkatit, barra e fajit është shumë e madhe për ju. Edhe ndaj edhe Jezusi këtë bën në kryqëzim, mori të gjithë mëkatet e botës dhe i kryqëzoi. Çfarë do të thotë? Që përballë Perëndis, ai shleu mëkatin, e pagoi, e bleu jetën e njeriu.
që cili do që zgjedh të kërkoj, të pranoj Jezusin me zemrën e vet, me mendjen e vet, edhe të rrëfej mëkatet, edhe të pagëzohet, do ta marrë faljen e mëkatit. Kjo do të thotë, sepse ti nuk mund ta marrësh barrën e mëkatit. Ja një shembull. Më ka ndodhur 2 raste që i kanë folur për Zotin, për Perëndin, erdhi ta kuptonte, ta besonte, sepse vetëm ta besosh nuk është mjaftueshëm. Erdhi ta besonte që Jezusi është i vërtet, Jezusi u kryqëzua, Jezusi u ringjall, edhe unë që të bëj që të më falen mëkatet, unë duhet pagëzohem, por tha, kryqi nuk është mjaftueshëm për mua. Nuk ka sakrificë që mund më fali mua mëkat. As Zoti nuk më merr mua përsipër. Edhe neve këtu jemi gabim. Zoti ty të merr përsipër. Zoti ty t'i fal mëkat. Edhe ndaj Jezusi na fton. Ko çfarë thot pjesa e fundit e vargut 29. Ja, unë jam zemërbutët dhe i përulur nga zemra dhe pjesa e fundit do të gjeni çlodhje për shpirtin tuaj. Jo për anën fizike. Ne ndjejmë dhe nga ana fizike këtë gjë kur jemi lodhur mëndërsisht, sepse kjo na shkakton stres, edhe të gjithë organet e trupit nuk dinë se çfarë të prodhojnë, edhe çorientohet. Edhe kur ata kanë sistemin mbrojtës për sëmundjet për gjitha, po për këtë lloj gjëje ata nuk kanë. Edhe çorientohet, edhe gjithë trupi i kputet. Ti zakonisht nga këta njerëzit që janë të stresuar, ndjejnë kputje, ndjejnë lodhje, ka ca që kanë urit pa parë, vetëm hanë dhe nuk e kuptojnë se çfarë ka hanë. Pra ka mënyra të ndryshme. Trupi, sistemi i trupit, shëndetit tanë çorientohet. Pikërisht për këtë gjë. Ndaj dhe Zoti thot, ejani dhe do të gjeni, edhe shpirtat tuaj do të gjeni shlodh. E ku ka më mirë se sa të kesh paqe shpirtërore. Perëndia na fton që ne të kemi paqe me Zotin, me veten tonë dhe pastaj me të tjerët. Ti nuk mund të kesh paqe me të tjerët nëse ti nuk ke paqe me veten tënde, me Perëndin. Pra nëse ti nuk se pranon dot që unë jam gabim, se ka nga këta tipe që mirë kush e di çfarë, ja e bara. Nuk kërkon as falje, as lloj gjëje. Nuk s'do me ditë për dëmshuri për të tjerë, kush lëndohet, kush preket. Ka dhe nga ata që e din që është gabim edhe zgjedhin që mos bëjnë asnjë gjë. Pra ti nuk je në paqe. Ka nga ata që thonë, unë s'kam bërë gabime, unë jam i rregullt, unë jam i pastër. Edhe Zoti thotë, tek e para gjoni thotë ti je gënjeshtar. Ose po e bën Zotin gënjeshtar, kur Zoti thotë të gjithë njerëzit janë mëkatar, edhe ti thua jo unë s'jam, atëherë ti po thua Zotit jam gënjeshtar. Zoti di të gjitha. Pra nëse ti zgjedh të dëgjosh fjalën e Perëndis, ftesa gjithmonë është aty. Ti zgjedh të dëgjosh fjalën e Perëndis, ti shkon tek Perëndia dhe tregon dhe i flet Perëndis. Derdhesh tek Perëndia, dhe tregon të gjitha shqetësimet tua, mërzinë tënde, marazin tënd, çdo gjë. Dhe Perëndia të dëgjon. Dhe Perëndia thotë, ejani tek unë se do të gjeni shlodhje, pikërisht për këtë gjë. Shpirtat tuaj do të gjejnë paqe. Sepse zgjedha ime është e butë dhe bara ime është e lehtë. Ju mendoni, ose edhe ne vetë sot mendojmë, ja për shembull, do ta mbyll me këtë. Nëse do të pyesësh njerëzit sot, ku do shkosh në parajs ose në fen, gjithmonë do japin këtë lloj përgjigje, paktën shumica që unë kam dëgjuar. Veprat e mia të mira, edhe veprat e mia të këqija, do vijeni i peshore, edhe nëse peshon te nga e mira, e hagra fitova. Nëse anoj këte nga e keqja, e hagra fudojja për vlogë. Por Zoti, çfarë do qoftë mëkati yt, çfarë do qoftë gabimi yt, që në momentin që ti, edhe kur je pagzuar, edhe kur je shpëtuar, edhe kur e ke marr pagëzimin, faljen, le të themi kryes fillestare,
që ti je falur, je pastruar, je shëntëruar, dhurata e frymës shenjtë ka ardhur tek ty. Që edhe kur sepse Zoti e din që ne do të bëjmë mëkat përsëri, do të mëkatojmë. Thotë në qoftë se tek letra e Gjonit thotë, në qoftë se ju i rretheni mëkatet tuaja përsëri, mbasi jemi shpëtuar, jemi parzuar, jemi krishterë, që nga ai moment që ti i ke rrëfyer mëkatet përpara Perëndisë, edhe fillon që nga ai moment edhe ndryshon, atëherë me Perëndin jemi ndrejshë. Do të biesh përsëri, do ta thosh përsëri. Bibla këtë thot. Por romakët te Pali thot gjithashtu, shikoj thot mos e konsideroni këtë thot si leje për mëkat. Se ka tipa që thon i bi kështu shkurt. Mi pëlqen ajo gjë, tundimet, ta bëj se do pendohem më vonë, do rrëfej Zotit mëkatet, edhe Zoti do të më pastroj, do të më shëntëroj. Po këtu do të patur kujdes, sepse ti po mëkaton me ndërgjegje të plotë, do ta bëj e do vi prapë te. Por shpesh herë, shiko, e mira dhe e keqja sot kanë ardhur në një lloj, i ndan një fije peri shumë e hollë, që të dallosh çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja. Ka gjëra shumë të vogla që neve i themi, nëse është e mirë kjo gjë. Por në fakt neve nuk lejojmë frymën e Perëndisë, fjalën e Perëndisë të përcaktoj këtë. Ne vendosim tonë. Kjo është gabim. Duke vendosur ndërgjegjen tënde ose interesat tuaja, tona, përpara interesave të Perëndisë, neve shpesh herë do ta gjejmë veten duke mëkatuar. Por Perëndia është i dashur dhe i hirshëm e i mëshirshëm me neve. Zoti thotë, nëse ti rrëfen mëkatet, nëse ti vjen tek unë i përulur, i penduar, për të ndryshuar, Zoti do të thotë. Ndaj dhe Jezusi thotë ejani tek unë, pikërisht për këtë gjë, sepse do ta heqi këtë lloj barë. Shumë njerëz, shqetësimet, mendimet e këqija që të mundorin në kokë, kanë arritur edhe në depresion. Që i ka bërë ata që të marrin dhe vendime ekstreme. Do të thënë, na që duan të arratisen nga ose të largohen nga gjendja ku janë, nuk gjejnë dot zgjidhje tjetër, marrin ekstrem. Por kjo nuk është zgjidhje. Zgjidhja është Perëndia. Sepse Perëndia na ka dhënë këtë lloj mundësie. Ajo është gjithmonë aty duke pritur. Duke na trokitur. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë mbi gjithë secilin prej jush. Zoti ju bekoft, Zoti ju dhanë zgjuarsi, Zoti ju dhanë mençuri që të zgjedhin, të përgjigjemi ftesës së